Atëherë jemi në ditën e 4, natyrisht që jemi akoma në situatë emergjense, në shkallë vendi, në lidhje me prezencën e rreshjeve në nivel kombëtar. Situata është në kontroll, thuajse që të gjitha institucionet, strukturat, operatorët janë të angazhuar sipas prefekturave dhe bashkive dhe momentalisht jemi në urën e Mifolit, ku duhet të theksojmë se prej gati 12 orësh ka filluar rënja e nivelit të Vjosës. Tashmë është larguar rreziku ose risku i shtuar dhe presim që të hyjë totalisht në shtratin e vet, pasi edhe nivelet në Përmet dhe në Memalia, në Drinos dhe në lumenjtë e tjerë, Shushica dhe në lumenjtë e tjerë kanë rënë ndjeshëm nga dita e djeshme dhe e pardjeshme, ku intensiteti që i jashtëzakonshëm i prurjeve deri në maksimale, por duhet të theksojmë që gatishmëria ka qenë e jashtëzakonshme e të gjitha strukturave dhe institucioneve dhe nuk kemi aktualisht as probleme me banorët, por prezencë ujë natyrisht që kemi, ku pas fazës menaxheriale të gjendjes së emergjencës do të fillojmë njëherë me rehabilitimin, megjithëse e kemi filluar në Sarand, në Lezhë dhe në shumë vende të tjera ku ka pasur nevojë, ka pas dëmtime të pritave të rezervuarve dhe të liqeneve, të cilët në Lezhë mund të themi që është rehabilituar totalisht me mbështetjen dhe ndërhyrjen e strukturave operacionale të Lezhës, të prefekturës, operatorëve, por edhe të forcave të armatosura, të cilat kanë qenë prezent thuajse në të gjitha rastet. Për shembull, duke qenë se qëndroni në Mikul, megjithatë duhemi të mbledhje të gjithë qarqeve. Duke qëndruar që nga banesa dhe përmbytra sa është sot në Fier në Vlorë, por edhe dëmtime të tjera në Gjën e Gjallë dhe me informacion që ju keni. Ne sapo kemi përmbyllur një raport të detajuar, i cili ju vjet menjëherë në dispozicion që të gjitha medjave nëpërmjet komunikimit nga Ministria e Mbrojtjes dhe në mënyrë të detajuar dhe specifike gjithë prezencën e ujit, sipërfaqet e prekura prej rreshjeve, por edhe banesat e prekura apo dhe numrin e banorëve të evakuar. Duhet të theksojmë se këto rreshje kanë përfshirë pothuajse që të gjithë vendin, ndosë në ditët e para për datës 17 patëm